logjik suedeze për të neglizhuar korrupsionin afrikan. Kështu mund ta quajmë trajtimin me tendera që i bën rilindja personave që kanë probleme me drejtësinë. Sipas qendrimit të nënkuptuar, por edhe të shprehur nga eksponentët e rilindjes, derisa të marrojnë gjyqet, këta mund të marrin paratë e buxhetit të shtetit. Për më tepër, këta bëhen protagonistë në procedura korruptive të prokurimeve. Një nga këta afaristë është Gjergj Bezati nga Gramshi. Qysh në dhjetor 2025, policia e shtetit nuk po lë vend pa e kërkuar. Akuzohet nga prokuroria e Elbasanit në kuadrin e dosjes së metalurgjikut për ndotjen e qytetit. Nëse një pronar hoteli e streon Gjergj Bezatin, e ka për detyrë të njoftojë policinë. Ndryshe rrezikon të ndiqet penalisht. Por vini re, kjo situatë juridike nuk e pengon Blerim Sherrën, kryetarin e Bashkisë Zvor, që t'i besoi kontratën publike një njeriu të shpallur në kërkim nga shteti. Tender me risk korrupsioni. Bëhet fjalë për tenderin e Bashkisë Zvor me objekt rehabilitimi kanalit të ujrave të bardha dhe e rrjetit Kuz përgjatë rrugës Marqinet në fshatin Marqinet. Në lojë janë 72 milion e 512.000 lekë, të reja pa përfshirë të vëshëm. Në tenderin e mbajtur me 20 korrik 2026, komisioni ngritur nga kryebashkiaku Shera i ka eliminuar kompanitë konkurruese dhe ka lënë mbi tryez vetëm ofertën e Bezatit. Për këtë shkelje, Open Data Albania e ka klasifikuar këtë procedurë prokurimi me risk korrupsioni dhe e ka shënjuar me flamur të kuq. Shera nuk i ka marrë në konsiderat ofertat që kurshenin buxhetin e bashkisë, por ka bërë pazar me të kërkuarin Gjergj Bezat. Bashkimi i kompanive u udhëhequr nga kompania Bezat, Viante Konstruksion, SHPK kishte ofruar vlerën e kontratës 699 milion lekë. Por kjo ishte një nga ofertat më të larta. Kështu, kompania BEIS SHPK ka dorëzuar ofertën 592 milion lekë. Kjo është 100 milion lekë më poshtë se sa shifra e Gjergj Bezatit. Kjo diferencë, pavarësisht se si do ta justifikojë kryetari Shera para kontrollit të lartë të shtetit dhe SPAK, është thjesht një tarif korrupsioni në kuristë të taksapaguesit. Shera do të kishte bërë mirë që edhe sikur të kishte porosi nga lart, ta shmangte pazarin me kërkuarin Bezati. Biznesmeni presupozohet i pafajshëm për momentin, por duhet të dorëzohet në polici, të presë hetimin gjyqësor. Pasi gjykata t'i heq masën e sigurisë, le të vazhdojë të bëjë biznes. Por Shera e kishte të paracaktuar rezultatin, prandaj nuk do ta ndalonte asnjë rrethant të shpallte fitues Gjergj Bezati. Më 5 gusht 2026 i është dërguar Bezatit formulari i shpalljes së fituesit. Duke qenë i vetëdijshëm se tenderi ka probleme me ligjin, Shera ja ka lënë sekretarit të bashkisë që të hedhë firmën. Por kjo nuk e shmang përgjegjësinë e tij, që nis qysh nga ngritja e komisioneve të tenderit tek përllogëritja e fondit limit dhe deri tek miratimi i rezultatit. Po pse akuzohet Gjergj Bezat? Më 15 dhjetor 2025, nga hetimet intensive si dhe nga inspektimet e kryera në bashkëpunim me Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit (IKMT), ka rezultuar se dy subjekte tregtare që ushtrojnë aktivitet në zonën e ish metalurgjikut në Elbasan kanë shkelur rënd legjislacionin mjedisor, kanë ndotur ajrin, ujrat dhe tokën, nuk kanë respektuar rregullat për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Po ashtu kanë kryer përpunim të palishëm të mbetjeve të baterive, një aktivitet me rrezik të lartë për shëndetin publik dhe mjedis. Në flagrancë u arrestuan 16 persona, ndërsa 8 të tjerë u shpallën në kërkim nga policia e shtetit. Të kërkuarit janë Bujar Zogu, Dritan Konica, Fejzo Meçaj, Ilir Londo, Gjergj Bezati, Agron Shpallo dhe Serafin Orgoça. Në hetim janë subjektet SC Alp SHPK dhe GSA Ferokrom SHPK, të cilat dyshohet se kanë ushtruar aktivitet të palishëm në përpunimin e mbetjeve dhe prodhimin e ferokromit, duke mbytur zonën me tymra helmues. Bezati jo vetëm ju fsheh policisë, por e justifikonte publikisht në rrjetet sociale veprimin e tij. Biznesmeni shpërndante një postim mbi seancën e masave të sigurisë nga avokati Plaren Dreca, që është eksponenti i rilindjes dhe personazh në dosjet e SPAK. Dëmtimi i shëndetit të njerëzve nuk do të thotë gjë për afaristin nga Gramshi. Ai nuk i kërkon ndjes publikut për aktivitetin e motivuar nga ethet e pasurimit. Gjergj Bezati është aksioner i kompanisë CC Alp SHPK, të cilat i bleu në vitin 2021. Shoqëria ka si aktivitet zyrtar grumbullim, transportim, përpunim, rikuperim dhe riciklim i mbetjeve të rrezikshme dhe jo të rrezikshme, shfrytëzim pjanesh industriale, teknologjike, kimike, metalurgjike për riciklim mbetjesh, përpunim të lëndës parë dhe pasurim mineralesh. Për 2 vite rresht tymrat e aktivitetit të kësaj firme mbytën qytetin e Elbasanit dhe zonën e Bradasheshit. Mashtrimet me situacionet e punimeve. Bezati me kompaninë e tij nuk është vetëm rrezik për mjedisin, por është provuar se mashtron zbatimin e kontratave publike. Kjo është një nga gjetjet e auditimit të kryer nga kontrolli i lartë i shtetit në Bashkinë Gramsh. Parat publike janë përvetësuar në mënyrë të kundralishme me tenderin për sistemimin dhe asfaltimin e rrugëve të brendshme të fshatit Ceruje, me vlerë rreth 400.000 euro. Fituesit e tenderit me pazar në Tavolin janë Algert Zani, kompanisë Gele Zani SHPK dhe Gjergj Bezati, kompanisë Viante Konstruksion SHPK, të cilët kanë mashtruar me zbatimin e kontratës së vitit 2023. Firmat kanë bërë letra për punime të pakryera në bashkëpunim gjithnjë me supervizorin. Nga ana tjetër, banorët e fshatit Marqinet duhet të shqetësohen për projektin që po e merr një kompani që e ka zakon të vonojë përfundimin e kontratave që merr përsipër. Aktualisht, Bezati ka forcat dhe mjetet të angazhuara në kontratën publike për restaurimin e qendrës së Pogradecit. Viante Construction e Bezatit bashkë me Besnik Lulajn, pronarin e Valona Konstruksion, morën më 15 janar 2025 tenderin 5.4 miliard lekë. Kontrata e kishte kohë zgjatë 16 muaj, por edhe pas kalimit të afatit, sipas burimeve zyrtare, është realizuar vetëm 80% e punimeve. Përqendrimi i tenderave me vlerë miliona euro në pak duar dhe zvarritja e projekteve është pasojë e qartë e korrupsionit. Pikërisht se është pjesë e këtij rrjeti të besuar të rilindjes, Gjergj Bezati merr guximin edhe i shmanget drejtësisë.
ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.